Na e kemi një motë e cila tani më dihet, asë një cent më shumë. Mendojmë që edhe çmimin e energjisë elektrike që jemi të e pagu, është i shtrajt për mundësit bugjetore që e ka shoqënia jonë dhe veçmas për ato që ka prodhon keku për 85% të energjisë që konsumohet në këtë vend, dhe në rast se bëjmë një krahasim me vendet e rajonit në Maqedoni, kompania që e distribucionit megavatin energjisë elektrike e blen 60 euro, ndërsa në Kosovë e blen rreth 30 euro. Tash njeriu çuditet sa ka mundësi dëbart qytetari i varfër në Republikës Kosovës. Shpesh na mbulojmë faktura më shumë se sa të ardhurat që i kemi, dhe është e habitshme si kem kësu aftësive të gjindem mirë, po në rast se shën edhe remitencat, në rast se edhe ishe kredit dhe mbi tërheqet, aty duket ku jemi. Qytetarët në ditën e shtunë, që ishte ditë vikendi, që shumica e njerëzve presupozohet të jenë larg qytetit dhe dalin sadopak relaks që o mundson buxheti tyre financiar, ishin në mas të konsiderueshme që ishte protesta e parë që kishte të bënte me motive ekonomike për arsye se rëndohet xhepi i tyre e që organizohej kryesisht nga aktorë të shoqërisë civile, apo thënë më mirë nga organizata bardhë, nga organizata mjedisore, që s'kishte ose fare pak mund të kishte ndonjë qytetar që mund të kishte përkatësi të angazhimit politik. Thjesht ishte protesta me mira njerëz, e që për te deklarimi që ne i kemi dhënë paraprakisht, nuk e kemi pas atë pritje, për arsye se nuk kemi mësuar të shohim shqiptarët duke protestu për gjërat e tyre bazike. Zakonisht ne jemi popull i vogël, po që na i kanë temat e mëdha, temat politike, temat patriotike dhe të ngjashme. E mendoj që ka qenë një mesazh i qartë dhe pas atij mesazhi që kanë dhënë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe kërkesat që kanë pas, kem pas dalje të përditshme të ministreshës së ekonomisë, e që nga njëherë më duke sikur ishte zëdhënëse e motit që delte ta korrigjante deklarimin paraprak. Ne kemi veç një kërkesë, që njerëzit cilë janë zgjedhur në funksione publike, që paguhen nga taksat publike, të jenë në shërbim të publikës dhe veçmas ata që janë zgjedhur në bordin e regulatorit të energjisë. Ata janë aty për me lujt funksionin e regulatorit dhe për me mbrojt në interesin publik. Dhe në rast se ata nuk din qysh duhet me menaxhu këtë dhe nuk e kanë asnjë alternativë, ne e dim alternativën, ata duhet t'japin ndërheqje dhe posa të konstituohet kuvendi, të zgjedh njerëz kredibil që mund ta balancojnë ofertën dhe kërkesën, duke i marrë për bazë të gjitha mundësit dhe nevojat dhe duke i konsultuar paraprakisht krejt aktorët e mundshëm, se thjesht ne mund të kemi edhe inercion si qytetar për shkak të dyshimeve dhe rrezikut që na rritet kosto e jetës. Mirë, po nuk moj me kuptu krejt këtë inercion që e kanë bartësit e institucioneve, sikur fëmin kur ta nxajsh në faj dhe që munduhet gjaj justifikim se cili moment. Ata janë aty për me mbrojt publiken dhe republiken. Kërkesat tona janë adresu ndaj tyre dhe në rast se ata nuk din t'ju japin udhë, do duhej më pakta që mund të bënin dhe do t'ishte korrekte karshi funksione publike që mbajnë dhe karshi taksa të këtyre qytetarëve që paguhen, ta bënin një vendimarrje meritore, ta shtynin vendimin, duke i refuzu kërkesën e KEDS-it, për arsye se po shkojmë në sezonin e verës, nuk ka nevojë për import të energjisë, por në rast se ka në tregun energjetik tani me është dukshëm i lirë, në mënyrë që pas krijimit të institucionit të hapjes një debatit publik të mirëfillt me krejt aktorët jetë një vendimarrje meritore, ose procedura e më e shkurt që t'japin ata dorëheqje dhe ky mekanizëm t'jetë jo funksional derisa të konstituohet kuvendi i ri dhe ata më pastaj t'i zgjedhin njerëzit që aty e përfaqësojnë publiken dhe republiken, jo interesat e privatit, e që për mu privati ka të drejtë legjitime të kërkojë të fitojë më shumë. Mirë, po në hallin e kemi tek ata që i paguaj me taksat tona dhe do duhet të kishin reflektim të mirëfillt, apo të paktën do duhet në paraqitjet të tyre publike
ta kishin ndjeshmërinë pak me unë njerëzore e jo të duken aq arrogant sikur të ishin në ndonjë formacion paramilitar. Të kisha plotësu, Alin, pak se zakonisht po keq kuptohen të sektori privat e sektori publik, edhe gjithherë kur anë pyetje, biznesi private ka një lloj risko për të menaxhuar si me fitimet që i fiton, si me humbjet që i realizon. Në konkret, sidomos të KEC-i, kemi jashtëzakonisht diskrepancë të mëdha dhe pasardhësi të mëdha, sepse ata tentojnë kur janë pyetje mi marr fitimet, i marrin edhe i shpërndajnë qoftë përmes keskos, ndërsa kur janë pyetje mi marr humbjet, dhe t'i bartin qytetarët. Kjo rregull e tregut duhet me kanë e njëjtë dhe barabartë për të gjithë. Por në rastin konkret nuk po është e njëjtë për operatorin KEC edhe Kesko. Është ndarë distribucioni KEC, është kriju kompania re Kesko që pasyrat financiare për herë të fundit i ka prezantuar në vitin 2020 me 20 milion fitim dhe nuk gjenden pasyrat financiare në pranidhën për publikun, që tash, deri tash ka fitu së 4 vite rreth 80 milion, i ka të mbyllra të fshehura, ndërsa KEC-i le të subvencionohet për shkak se ka humbje. Domethënë, operatori privat që operon, siç e bart riskun për fitime maksimale ose minimale, duhet me bart edhe riskun për humbje, që në rastin konkret nuk është duke ndodhur. Ka një mos transparencë të madhe në zyrën e rregullatorit të energjisë. Kemi kërkuar edhe pyetje pse nuk prezantohen pasyrat financiare sipas raport KRFF-s, domethënë sipas çuçi kërkojnë ligji dhe nuk janë të prezantuar raportet financiare. Edhe këtu ka dyshime të mëdha, të cilat punohet një zyre e tërë, një ministri e tërë, një qeveri e tërë, po punojnë vetëm në favor të një korporatës, një biznesi, ku janë me mira bizneset e tjera që ka një numër të konsiderueshëm të ekonomia tregu, do të ketë rregulla të barabarta dhe të njëjta për të gjithë. Veç edhe një fjali. A dhe t'jemi korrekt, ne e kemi parapagu KEC-in me 20 sa milion që ka thonë gjykata, në fund të ka thonë verdiktin edhe gjykata kushtetuese, që na i kanë marrë për pagesat e rrymës në komunat veriore. Në komunat veriore. Të pakten e kemi brej edhe një disa këste të parapaguara. Në përgjithshëm, nuk është detyra me apo avokatin as KEC-it, as Keskos. Unë janë njënë që kundërshtu privatizimin e tyne, po pak për me qenë real. Na, nëse gjitha raportet janë publike, që ka kërkuat tyrat e lejushme maksimale. Kesko nuk i ka të prezentuar. Tyrat, problemet financiare tyne, po folëm që tash se kanë kërku. 40 milion euro, na i kena blerë rry që e përmene. Se ka dështu kekun, se ka... Se u rrit paga minimale. Se u rrit konsumi. Kur i kena rrit, kur orë diaspora, për me njëherë, gjatë e dimnit, që ka 2 javë para vitit 3 që konsumi më rritin 1.500. Edhe të në diaspora e të mbanesa, edhe kanë që kaldojat, qatë rrëbë të keme pagu, se dikush e ka bleja ato.